Tensione dhe sqarime kush janë dy shenjat e horoskopit që duhet të marrin vendime të mëdha këtë muaj. Dhjetori vjen me tension të vërteta që dalin në sipërfaqe dhe nevojë për sqarime të rëndësishme. Astrologët paralajmërojnë se pikërisht në mesin e muajit dy shenja të caktuara do të gjenden përballë vendimit më të madh të vitit, një zgjedhje që mund të ndryshojë drejtimin e jetës dhe të ndikojë edhe në vitin 2026. Peshorja, në mesin e dhjetorit, katrori Venus Pluton pritet të sjellë në sipërfaqe tensione emocionale që peshorja i ka shmangur prej kohësh. Dëshira e kësaj shenje për ekuilibër dhe harmoni nuk mjafton më, sepse realiteti kërkon një qëndrim të qartë. Një person i rëndësishëm ose një marrëdhënie e gjatë mund të arrijë në një pikë kritike ku hapja, ndershmëria dhe diskutimi i sinqert bëhen të domosdoshme. Peshorja vihet përballë një vendimi thelbësor, të vazhdojë një situatë të njohur por jo funksionale, apo të zgjedh një rrugë më autentike, më të lirë dhe më të denjë për vetveten. Vendimi është i vështirë, por është edhe çlirimtar. Demi shenja që vlerëson sigurinë dhe qëndrueshmërinë do të përballet me një ndryshim të fortë në mes të dhjetorit. Çështje profesionale të lëna pezull prej muajsh dalin më në fund në pa, duke e vënë në pikpyetje të gjithë strukturën e deritanishme. Dilema kryesore për Demin lidhet me karrierën, të qëndrojë në një pozicion të njohur por që nuk sjell më zhvillim, apo të marrë një hap të ri drejt një të ardhmeje më premtuese. Në lojë mund të jenë dorëheqja, ndryshimi i rolit profesional, kërkimi një rrugë të re, apo edhe nisja e një sipërmarrje personale. Vendimi i marrë në këtë periudhë është afatgjatë dhe mund të hap derën drejt më shumë lirie, rritje dhe përmbushje profesionale.